populli ka shumë nevojë për shumë gjëra, por rruga është një herë më problematike. Ne kuptoj. Për ta kuptuar sa e rëndësishme është kjo rrugë për fshatin, por edhe për zonën. Më shpjego edhe një herë, të lutem. Sa mjete dhe kush kalon në këtë rrugë, se nuk kalon vetëm fshati juaj. Është rrugë lidhë, se vjen punon, vazhdojnë makinat, betonierët vazhdojnë në fshatrat e Lushnjës. Plus për fshatin tonë. Pra i shërben dy bashkive kjo rrugë. Dy bashkive. Ai fshati tjetër është i Lushnjës ai përballë? Ai ka asfalt? Ka, deri aty vjen asfalti. Pra kemi një fshat me asfalt e një fshat pa asfalt që shohin njëri tjetrin. Nga asfalti me fshatin e Lushnjës deri në Qez është 3 kilometra. Pra 3 kilometra këtej pa asfalt, 3 kilometra këtej. Ju pra jeni? Jam 3 kilometra gjithsej. A gjithsej që atje deri atje? 3.5 kilometra. A pra i kilometra. bie 1 kilometër deri atje? Aq është 3.5 kilometra edhe s'ja. Ju nga shkoni, nga ju Leverdis? Po më lirshim ikim Lushnjë. Në Lushnjë. Ska për njësë. Pra më mirë. Te kemi më afër, kemi më afër. Kjo ju prish punë shumë kjo, ju. Po këtu janë bllokuar vetëm makinat e vogla se të mëdhajet Nuk kalojnë më. si shikohet nuk kalojnë dot. Po dhe të voglat me frikë duhet të ecin këtu se. Kena për shpunësën, te kemi spitalin, te kemi qendrë shtetësore, te kemi komunën, te kemi letra, te kemi... Kalojnë të një që u tha, po ai është problematika, ai ikën edhe nesër, po birishi do iki prapë. Pra do iki fara. Po do i vi shtëpis. Do i biri për gjysh. Po i vjen shtëpis në prag. Edhe i shit biri si qëra, i ku shpia. Llafën na kanë thënë që do vinë do ndryhen. Kush ka ardhur kur vlas? Kush ka ardhur këtu? Kryetari i bashkisë me gjithë punojësit e erdhi. E pa. Pra është në dieni kryetari i bashkisë. Urojmë që të vërë gjërat në lëvizje. Tani presim kismet. Sa kohë ka që ka ardhur? Bon Pa mush mujnë. Se në mush mujnë, nuk e kam. Oke. Pas 3 mujesh, në qoftë se nuk vjet dorë në do vim prap. Sepse kjo rrugë që ka jetike për ju, që ka jetike edhe për fshatin tjetër, sepse pas ka marrëdhënie këtu. Nuk është vetëm në fshat, është qynë Lushje. Qynë Lushje? Fshat e Lushje, të lëvëllë se më kush disa fshatë, balagata i zjoke. Tani që të vish nga Lushnja në Peqin, po t'i bish shu shkurt, sa kursen, sa kilometra? Ne gjithmonë kemi për pazarin Lushje. Lushje në nga ne këtu në komë është 2 orë. 2 orë. 2 orë e gjysmë Po me makinë? Po me makinë. Po tjetë asfalt? 20 minuta. Për 20 minuta shkohet në Lushnjë. Spital, sa ne vejnë spitale, atje vejnë spital, atje vejnë për çdo gjë, në Lushnjë vejnë, për 3% për çdo gjë. Te vejnë se kemi spital, te vejnë se kemi komunën, jo letrat, jo infermerinë, jo të gjitha ato që. Pse infermieri, nuk keni këtu infermier fshat? Kemi shpi. Kemi infermiere që vjen shtëpi. kemi infermieri po ushqem ajo atje. A s'keni qendër shëndetësore? Keni infermieri, po ju qendër shëndetësore. Jo s'kemi, s'është bërë akoma. S'është bërë juaj, a? Është që në shëndetësore, po prish se e zunë ushqem tjetër nuk është vend tjetër, nuk është bën. Po infermier shko shtëpi në shtëpi, a? Nuk ka një qendër vetëm. Ka një gjirë. Deri në çfarë ore rri infermierja këtu në fshat? Paradite. Si mas Nëse larg qoftë. Njëri nga ne këtu ku jemi, na ha gjarpri. Si bëhet? Po shpëtoj. Po shpëtoj. Përshëndetje, si gazetar, si media. Morëm çullaj, Algine, Shez, Merci. Po bab. Por direkt, problemi janë tu 85 vjet. Nuk jemi pa hasit mirë në atë mira që ka jeta jonë. Në të dyja E ba rrisun. Na Që duket që s'ka gjurmë asfalti? të lutem na jeta njerëzore. Nuk po them këtë ha. I bëj lutje komplet që në krypta u fshatit e deri nga Roma. Biri përfaqësu që u bën jo rrugë këtu po s'bën. U bizetu, u verifiku në bashkia, po bëni muj çau po den. Bashkia me mos e duket do gjajnë e rast fatkeqësi për klasën makinat. Do vdekje viktimare. Igo. Larg qoftë. Këtu bashkohet për të vendos kë do merrnin punë për 4 vitet që vinë. Kush do t'ju pastroj qytetin, kush do t'ju ndriçoj rrugët, kush do të kujdeset për shërbimet, kush do të kujdeset për qerdhet, për kopshtet, për shkollat, kush do të kujdeset për qendrat shëndetësore dhe kështu me radhë.
Si që thot populli, Kali nuk shihet nga dhomët, as kandidatët nuk shihen nga boja, po shihen nga fuqia që kanë për të bërë punën. Po deshet karrocat shkoj përpara, Kal më të mirë se ky nuk keni. Dhe këte duhet ta merrni shumë seriozisht se ja u thot kryekali i Shqipërisë. Na këtu si Europë ne, as i lloj përkaje, farmaci jo, shkollë jo. As ka shkollë fshati më? Na i zërë që të bojmë na i mbleja si fshat dhe komplet, ku në rinë ferë, ja, shikoj si që është tereni, ferë është. Se po të ishin punu, funksionu komplet qeveria, si që ka punu për vene tjera, këtu dhe ishe boj ven identik si puna beqët. Na preferije që është. Jo, është bukuria është e pamatë. Duam rrugë, nëse ju e kini mësi për kraje, ju faleminderit si gazetar. Faleminderit juve. Sa rrugën këtu, nuk bëhet problem, ne ashtu vetë, por nuk e verifikuar sepse edhe shteti thosë se kam dhu televizor, mos në hynë aty se kjo është rruga ime shtetit, po gjithë mos i shtet që do disi privat. Ku të mojë leje? Mi se pa dhe pagohon fjale për i festimi që ju e shtrova. Ke frikë se të fusin dhe burg, thua? Faleminderit për dikrimin edhe. Këto janë me pak lafe ne si Europë, këtu nuk në ka pa asi lloj qeverie e njën e dyta. Deputet vindu sa për marrë votën, pa marrë të deputet, luqin deputetu për votat ty, unë gjitha mirë. I me përbonja 4-5 vjetë, nuk shive deputet, shkjë zukë këtu unë e ti, e në mazalaset këtu që qa halli ka polli, se për rrugë, se për mire ujtë me zita murë më të ujnë, po as rrugë, as farmaci, as shkollë, as zërë. Ka kishe dhe mi. Do me thënë, ju jeni gjithçka me forcat tuaja? Me forcat tonën edhe ku i vjen të rezije, po e respektojmë atë parin e që i ka vonë shteti, ka vonë populli dhe shteti. Shiko, pa dashur të ngjallim nostalgji, po për të bërë një krahasim se na takon ta bëjmë. Ka qenë më mirë